në tyre. Ky ishte një sulm i pastër terrorist nga terroristët grek të udhëhequr nga grupi Madhi. Mirë por, ne si qytetar shqiptar s'mund t'i lëm në harres. Prandaj duke qenë se jemi në muajin prill, përveç homazheve që kemi kry në vendin e krimit tek Rapaki në Peshpi, tani ne si qytetar të lirë i kërkojmë gjykatës kushtetuese me ngulm rihapjen e çështjes për masakrën e Peshpis. Sepse politicianët tradhtar mbas ngjarjeve të 97-s shkatruan dhe i vunë shkelmin në ushtrisë, por braktisën dhe lanë në harres të gjithë ushtarakët e lartë të gjitha niveleve. Dhe sot ka arkoha, sepse ju e shifni si çfarë po ndodh edhe në përbot, vëmendja tani e politicianëve dhe e politikës është kthyer te ushtria prap. Por cilët janë ata ushtarë që mund të frymëzohen të shkojnë në luftë kur lihen dy ushtarak të vrarë në harres? Më thoni, si mund të shkohet në luftë kur lihen ushtarët në harres? Trotë 2 vite. Personi i cili akuzohet dhe ka marrë pjesë pasi mediat greke e kanë publikuar, quhet gjakprishuri Alfred Beleri, një terrorist i pastër që përmes falangave greke, përmes konjunkturave të ndryshme, arriti të bëhej eurodeputet. Prandaj gjykata kushtetuese duhet se s'bën duhet të rihapet çështjen për dy herojt tanë. Pa drejtësi për masakrën e Peshpis nuk do ketë qetësi. Ne do kërkojmë me ngulm çdo muaj, çdo vit nga sot për rihapjen e kësaj çështje. Edhe familjarët e dy të ndjerëve tashmë kanë bërë një kërkesë përmes avokatit të tyre, e cila është dorëzuar në gjykatën kushtetuese. Mirë po, gjykata kushtetuese duhet se s'bën ta marrë si diçka pasore dhe urgjente. Është shumë e rëndësishme që kjo çështje të hapet urgjentisht, sepse ndryshe ne me braktisjen e ushtarakëve tregojmë që ne si shtet i harrojmë herojt tanë. Tregojmë që ne nuk i duam herojt tanë. Tregojmë që ne jemi të shitur. Por jo, pse kemi një grusht politikanësh apo politiqenësh të shitur, nuk do të thotë që populli shqiptar është i shitur. Prandaj ne sot, një grup qytetarësh të lira dhe dashës, jemi mbledhur për t'i bërë thirrje me ngulm. Edhe një herë, rihapni dosjen për masakrën e Peshpis 10 prill 1994 në Peshpi të Gjirokastës. Nuk mund të lëm në harres dëshmorët e Adeut. Gjyqtare, bëni detyrën dhe dilni mbi palët. Në të kaluarën e keni dëshmuar që mund ta bëni siç ishte hedhja e marrëveshjes së detit, prandaj edhe këtë herë, në emër të jetës, në emër të ushtarakëve të cilët kanë dhënë jetën për lirinë e Adeut, për mbrojtjen e Adeut, rihapni këtë çështje, sepse do ngeleni në histori. Ajo çfarë u lanë harres për 32 vite, me rihapjen nga ana juaj dhe quajtjes përpara të kësaj çështje deri në vënien para drejtësisë të kriminalëve që vranë në pabesi ushtarakët tanë, siç është terroristi Fredi Beleris, ne nuk do heshtim. Prandaj kryeni detyrën, rihapni çështjen. Kushtetuta është mbi gjithçka. Kushtetuta është instrumenti vetëm që garanton sigurinë e Shqipërisë dhe garanton drejtësi. Prandaj ne jemi sot këtu pikërisht tek gjykata kushtetuese. Bëni detyrën, dilni mbi palët, vendosni në drejtësi, sepse ata shpirtra nuk do gjejnë qetësi derisa të vendoset drejtësi. Nuk ka asnjë ushtri në botë që braktisë ushtarakët e tyre.
nuk ka. Dhe ju do e shifni shumë mirë, dhe e keni parë dhe në të kalumen, se kur kris lufta se si traftarët apo politiqenit fshehen, dhe ata që i dalin mballë, atë dherot janë pikrisht ushtarakët. Para pak kohësh, një grup ushtarakësh u futën në kuvendin e Shqipërisë si është dera Batan, dhe i bon afirje që si general, si togera, nuk duhet braktisin ushtarët, sepse generalet pa ushtarë nuk kanë as i vlerë. Dhe generalet, historikisht dhe ushtarakët kanë qenë, janë dhe duhet jenë ajka e kombit. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak me informacione të reja.